Fillimi i një ëndre që dikush se donte. Nuk e kisha menduar kur që pas 3 vitesh martese. Armiqtë e mi më të mëdhenj do të ishin prindërit e burrit tim. Jo njerëz të panjohur, jo konkurrent biznesi, jo klient të pakënaqur, por pikërisht ata që duhej të ishin mbështetja ime, familja ime e dytë. Quhem Elira, 32 vjeçe, dhe gjithë jetën time kam punuar për një ëndër. Të hapja një restorant të vogël, plot shije ngrohtësi, një vend ku njerëzit të vinin për të ngrënë, por të largoheshin të shëruar. Të gjithë e din, ushqimi shëron. Më kishte marrë vite kursimi, net pa gjumë, punë në kuzhina të huaja, e mbi të gjitha, një zemër që besonte se nëse jep gjithçka me mirësi, gjithçka do të kthehet në të mirë. Gabim, sepse bota është e rrezikshme, sidomos kur ke njerëz të afërt që nuk ta duan të mirën. Kur u martova me Ardin, mendova se jeta ime po hynte në paqe. Ai ishte i sjellshëm, i butë, punëtor. Kishte një stabilitet financiar të mirë, por jo luksoz. Por çfarë kishte ai? Një prindër shumë të pasur dhe edhe më problematik. Mamaja e tij kishte një obsesion të çuditshëm. Asnjë grua nuk është e denjë për djalin tim. Babai i tij ishte i heshtur, i ftohtë dhe kontrollues. I ngjasonte atyre burrave që flasin vetëm një herë, por secila fjalë është kërcënim. Sapo tregova planin tim për të hapur restorantin, ata qeshën. Jo keqësisht, por me atë lloj qeshje që e mbyt dhimbjen brenda teje. Restorant, pse të duhej gjithë ajo bar, moj vajz, tha e ëma e Ardit, me atë zërin e saj prej aristokrateje që i përçmonte të gjithë. Ëndra ime, ëndra si u shenj njerëzit. Lekët, po, Ardi më mbështeti, të paktën kështu besoja. Më tha të mos shqetësohesha, se në fund ai ishte me mua. Dhe ishte, derisa restoranti filloi të bëhej i njohur. Atëherë gjithçka ndryshoi. Suksesi i parë dhe fillimi i xhelozisë së tyre. Restoranti u hap në pranverë, dhe brenda pak muajsh, klientët ishin rritur aq shumë sa duhej të shtoja staf të ri. Shpesh punoja nga mëngjesi deri natën vonë, por nuk ankohesha. Unë ndihesha e gjallë, ndërsa prindërit e Ardit po ndryshonin. Filluan të bënin komente të vogla, të helmuara. Pas kemi nuse biznesmene. Shpresojmë mos të harrosh burrin. Restoranti bën shumë zhurmë. Të gjithë qyteti flet vetëm për ty, po Ardin kush e lavdëron. Fama është e rrezikshme, sidomos për gratë. Fjalët e tyre zun rënje në mendjen e Ardit. Ai nisi të nervozohej kur kthehesha vonë, të dyshonte kur klientët më komplimentonin ushqimin, të më akuzonte se bëja më shumë për të tjerët se sa për të. Dhe ndërsa martesa filloi të lëkundej, prindërit e tij nisën të ndërhynin më hapur. Një natë, i gjeta në restorant pa paralajmërim, po shikonin rreth e qark si inspektor të rrep. E ëma po prekte mobiliet, po kontrollonte dyshemet, madje edhe menun. Shumë e thjesht, s'ka luks, është restorant, jo sallon dasmash, i thash me qetësi. Apo ndoshta nuk di ta menaxhosh mirë, tha babai i Ardit duke më parë drejtë në sy. Çfarë nuk kuptova atëherë ishte se ky nuk ishte thjesht një koment i ftohtë, ishte paralajmërimi i parë. Nata kur e kuptova se dikush po më survejonte. Gjatë javëve që pasuan, fillova të vërej gjëra të çuditshme. Një makinë gri që qëndronte shpesh e parkuar përballë restorantit. Disa burra që vinin, silleshin si klient, por shikonin çdo qoshe, çdo detaj. Pyetje të çuditshme për dokumentet, higjienën, furnitorët. Një natë, teksa po mbyllja restorantin, shoferi i asaj makinës së gris u afrua. Zonje, keni shumë bukuri në këtë vend. Turp të mbyllet për një problem të vogël dokumentacioni. Fjala mbyllet më ngriti dhimbje në stomak. Kush jeni ju? Ai qeshi. Dikush që bën punën e tij. Pyesni prindërit e burrit. Do e kuptoni. U largua pa thënë asgjë më shumë. Aty nata ime u bë ferr. Inspektorët që s'donin gjë tjetër, veç se të më shkatëronin. Pas 2 ditësh, restoranti u mbush me inspektor. Jo 1, jo 2, por 5. Kishin urdhër kontrolli të menjëhershëm. Kontrolluan frigoriferët, datat e produkteve, licencat, madje edhe muret e tualeteve. Dhe problemi ishte se zgjetën asgjë, por në vend që të largoheshin, filluan të gjenin probleme. Këtu mungon një vul. Kjo certifikat është rinovuar, por s'ka datën e printuar këtu. Kjo pajisje duhet të ketë një etiketë që, nuk e shoh. E dia çfarë po ndodhte. Nuk isha budallaqe. Dhe kur pash 2 nga inspektorët duke folur me 2 burra jashtë, njëri prej të cilëve ishte kushëriri i Ardit, e kuptova.
Madje njëri më tha fshehurazi. Mos lufto, është porosi nga lartë. Përplasja me Ardin. Kur u ktheva në shtëpi, i thash Ardit gjithçka. Ai fillimisht nuk besoi, po akuzon prindërit e mi. Pse? Sepse nuk të pëlqejnë ty. Ardi, ata po më survejojnë. Paguajnë njerëz, po përpiqen ta mbyllin restorantin. Ai më pa sikur të isha çmendur. Restoranti po të ha mendjen, Elira. Po të ndryshon, po të bën paranojake. Fjalët e tij më pren në gjoks. Nuk doja t'i besoja. Nuk doja të besoja se ai ishte verbuar nga prindërit e tij, por 2 ditë më vonë ndodhi e pamendueshmja. Urdhri i mbylljes. Një inspektor më dorëzoi një dosje të trash. Brenda asaj kishte një vendim, një gjop të padrejtë, një urdhër të menjëhershëm mbylljeje deri në hetime të mëtejshme. Në fytyrën e tij kishte keqardhje të shtirur. Zonjë, s'është personale, është thjesht procedurë, por syri i tij më tha të vërtetën. Ishte krejt personale. U ula në dysheme. Nuk qava, nuk bërtita, thjesht u shua diçka brenda meje. Diçka që më kishte mbajtur gjallë për vite. Ndërsa inspektorët dilnin, pashte dera një siluet të njohur. E ëma e Ardit. Në dorë mbante një çantë luksoze. Buzët i kishte të ngritura në një buzëqeshje fitimtare. Ajo nuk foli, thjesht më pa, dhe ajo pamje më shkatëroi më shumë se çdo gjë tjetër. Mu afrua ngadalë dhe më pëshpëriti. Nganjëherë, vajzë, humbja është mësim, dhe mos haro, ne gjithmonë dim si të fitojmë. Më pas u largua, duke e menduar veten triumfuese. Dhe aty filloi lufta ime e vërtet. Kur humbet gjithçka, fillon të shohësh qartë. Të nesërmen e mbylljes së restorantit, u zgjova me një heshtje që nuk e kisha ndjer kurrë. Shtëpia, që dikur më dukej e vogël, tani më dukej si një kafaz. Ardi i flinte. Kishte fjetur qetë, sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Sikur jeta ime nuk ishte sapo shkatëruar. Unë i fshiva syt, vesha një bluzë të thjeshtë dhe dola jashtë, duke mos ditur ku po shkoja. U ula në një stol pranë lumit. Aty më erdhi për herë të parë mendimi i tmerrshëm. A mos ndoshta Ardi e dinte që prindërit e tij po paguanin inspektorët? Ishte një mendim që më goditi si rufe. Jo sepse ishte i pamundur, por sepse ishte shumë i mundshëm. Nuk doja t'i besoja, e doja ende, por dashuria që s'mbrohet, kthehet në helmin më të rrezikshëm, dhe kështu mora vendimin më të rëndësishëm. Do e zbuloja të vërtetën, pastaj do vendosja a do falja, apo a do largohesha përgjithmonë. Takimi i parë me dikë që dinte shumë, ndërsa po futesha në makinë, një burr më u afrua. E njoha menjëherë. Ishte njëti njeri që më kishte paralajmëruar 2 javë më parë. Ai me makinën gri. Zonje Elira, tha me një zë të ulët. Dua të di kush jeni. Ai vështroi rreth e rrotull, sikur dikush mund të ishte duke na dëgjuar. Jam dikush që ka punuar gjatë me prindërit e burrit tuaj. Pra ju e dini çfarë kam bërë. Ai lëvizi kokën me pohim. Shumë më tepër se ç'mendoni. Zemra më rahu fort. Se po më ndihmon. Ai mbylli syt për një çast, sepse dikur kam parë dikë që e shkatëruan njësoj si ju, dhe nuk bër asgjë. Nuk dua të përsëris të njëjtin gabim. Më jepni prova, i thash. Duhet të isha e fortë. Duhet. Ai nxori një sebë të vogël. Këtu është gjithçka. Pagesat, bisedat, urdhrat, madje edhe video takime me inspektorët. Por ai më vështroi, kujdes. Nëse e mban këtë, je zyrtarisht në luftë me një familje shumë më të fuqishme nga sa mendon. E mora uzben. S'ka më çfarë të humbas. Ai buzëqeshi lehtë, me një trishtim që se kuptova. Do shohësh gjëra që do të lëndojnë, veçanërisht për burrin tënd. Ai u largua pa shtuar gjë tjetër, dhe me ato fjalë filloi shpërbërja e botës sime. E vërteta e parë, pagesat e fshehta. Në darkë, kur Ardi ishte në dush, futa uzben në laptop. Brenda kishte shumë dosje, por njëra më goditi drejte në shpirt. Pagese inspektoret projekte lira. E hapa. Lista ishte e gjatë. Emra inspektorësh, data, shumë amaramendse. Dhe fundi i secilës rresht. Paguar nga e kodra, emri i babait të Ardit. Mu ersuan syt. Pastaj pash një dosje tjetër. Koordinim familja Ardit. E hapa. Ishin transkriptime mesazhesh. Duhet ta mbyllim restorantin para se të bëhet shumë i popularizuar. Ardis duhet ta di. Do mendoj se është kontroll i zakonshëm.
Elira po fiton shumë vëmendje. Djali ynë po humbet. Nëse e lëm të rritet, ajo do bëhet e pamundur për ta kontrolluar. Dhe mes tyre një tjetër mesazh. Mos u shqetësoni, edhe Ardi do të qëndroj në anën tonë. Ai gjithmonë ka bërë. Nuk dija që mendoja. Nuk dija ku të futesha. A ishte Ardi pjesë e kësaj? Apo thjesht ata e përdornin? Përplasja e parë e vërtet me Ardin. Kur Ardi doli nga dushi, ishte i qetë, i freskët, sikur nuk po digjesha unë në zjarr. Ardi, duhet të flasim. Ai u li peshirin. Për çfarë? U ngrita nga tavolina. E mbaja uzben në dorë si armë. Më gënjeve. Prindërit e tu kanë paguar inspektor. Kanë paguar njerëz që të më survejojnë. Kanë paguar që të mbyllin restorantin. Dhe ti e dije. Ai u shtang. Vetulla ju ngritën lehtë. Çfarë po thua? S'ka kuptim. Mos më trajto si budallaqe, Ardi. I bërtita. Kam prova. Kam gjithçka. Pagesat, bisedat, planin për të më shkatëruar. Ai nuk foli për 10 sekonda. Qetësia e tij më çmendi. Elira, nuk është ashtu si mendon. Pra është ndryshe. Çfarë do të thotë ndryshe? Ose e dije, ose jo. Ose je me mua, ose kundër meje. Nuk ka mes. Ai u li kokën. Ata vetëm donin të mbronin. Të më mbronin. Duke më shkatëruar biznesin. Po, tha ai, me një qetësi të tmerrshme. Si mund të quhet mbrojtje kjo? Sepse suksesi yt të ndryshonte. Më pa drejtë në sy. Po haroje familjen. Po haroje mua. Po haroje gjithçka. Po të humbisnim. Dhe zgjidhja juaj ishte të më shkatëronit. Ai lëvizi kokën me pohim. Ajo ndjesi që mora në stomak, s'ka fjalë për të. Pra po më thua që e dinit, që e mbështetët. Unë nuk jam kundër teje. Elira, jam kundër asaj që u bëre. Në atë moment e kuptova. Burri im nuk më donte më. Jo mua. Më donte versionin e vjetër të meje. Versionin që zguxonte, që sritej, që sfitonte. Dhe e vërteta më goditi si që kanë. Ata nuk donin vetëm të mbyllnin restorantin. Donin të mbyllnin edhe unë si njeri. Largimi. Nuk mbajta më. Mora që gjeta me ngut. Gjaketën, çantën, uzben, çelsat e restorantit. Ardi më ndoqi deri te dera. Ku po shkon? Larg teje. Larg tyre. Larg kësaj shtëpie që më ka bërë armike. Ai më kapi dorën. Elira, mos e bën këtë. Le të flasim. Fjalët nuk punojnë më. Ju më keni sulmuar pas shpine. Dhe u largova. Për herë të parë në 3 vite. Dola nga ajo shtëpi pa ndjer faj. Thjesht dhimbje. Dhe zemërim. Dhe një uragan force brenda meje. Nuk do të më shkatëronin. Jo kështu. Jo pa luftuar. Rikthimi në restorant. U ktheva tek restoranti imi mbyllur me shiri të kuq. U ula në tokë, preka derën dhe qava si fëmijë. Pastaj vendosa. Do hapja çdo derë të së vërtetës. Do zbuloja çdo korrupsion. Do ekspozoja çdo inspektor. Do turproja çdo njeri që më kishte nxirr emrin. Aty erdhën 2 njerëz që më ndryshuan gjithçka. Lona, shoqja ime më e mirë, dhe Arditi i vogël, punonjësi im, 19 vjeçar, që punonte si kamarier dhe më donte si motër. Shefe, çfarë ka ndodhur? Kush e bëri këtë? U ngrita. Syt ende të skuqur. Familja e Ardit. Ata 2 ngelën pa fjalë. Do luftoj me ty, tha Lona pa hezitim. Nuk je vetëm. Dhe fjalët e saj më dhan forca. Zbulimi i korruptimit të inspektorit kryesor. Me uzben në dorë, vendosa të takoj një njeri tjetër të rëndësishëm. Inspektorin e vjetër Bëmema, i cili kishte qenë dikur njeriu më i drejtë në bashki, por ishte larguar disa vite më parë. Ai ishte i vetmi që mund të më tregonte si funksiononin prapaskenat. U takuam në një kafene të vogël. Ai ishte i thinjur, me sy të lodhur. Kam dëgjuar. Më vjen keq, tha ai. Dua t'i zbuloj. Kam prova, por nuk di si ta filloj luftën. I tregova uzben. Ai e vështroi për disa minuta. Këto janë shumë të rënda. Shumë, jo vetëm kundër teje, por edhe kundër sistemit. A do më ndihmoni? Ai u li kokën. Nëse e bëjmë këtë, do përballemi me njerëz shumë të fuqishëm, me ryshfete, me lidhje politike, me gjëra që nuk i imagjinon. S'kam çfarë të humbas më, zoti Mema, por kam shumë për të fituar. Ai buzëqeshi. Atëherë po.
Do të ndihmoj, dhe do të hapim këtë dosje para gjithë qytetit. Por duhet të jesh gati, sepse kjo luftë mund të sjellë edhe diçka tjetër. Çfarë? Ai më pa drejt në sy. Rënien e Ardit. Burrit tënd. Unë piva. A është i përfshirë? Ai nxori një letër. Ishte foto e një dokumenti bankar. Dhe aty, me emrin e babait të Ardit, ishte edhe emri i Ardit vet. Ardi kishte marrë një pagesë për koordinim familjar. Një shpërblim i vogël, por i mjaftueshëm për të treguar se ai nuk ishte thjesht viktim. Ai ishte pjesë e planit. Ndjeva sikur mëra oksigjeni. Jo. Më vjen keq, tha Mema. Por kjo është e vërteta. Dhe aty mbaroi çdo ndjenjë që kisha për Ardin. Çdo kujtim, çdo shpresë. Unë nuk po luftoja më kundër prindërve të tij, po luftoja kundër së gjithë familjes. 3 ditë heshtje para stuhisë. Pas zbulimit që Ardi kishte marrë pagesë për koordinim familjar, u mbylla 3 ditë në një hotel të vjetër jashtë qytetit. Nuk fola me askënd, as me Lonën, as me Arditin e restorantit. Nuk fola as me veten. Isha e zbrazët, e lodhur, e rrëzuar, por në një moment, teksa shihja nga dritarja qytetin që më kishte gjykuar, më erdhi një zë i brendshëm që nuk e kisha dëgjuar kur më qartë. Nëse të rrëzuan padrejtësisht, ringritu vetë. Nëse të morën zërin, bërtit më fort. Nëse të shuan, ndiz zjarin. Dhe vendosa, s'do të ikja, s'do të dorëzohesha, s'do të lija që të më trajtonin si viktim. Do i dilja botës përballë. Aleatët e parë në këtë luftë. Ditën e 4 u ktheva në qytet. Lona erdhi vrapim drejt meje sapo më pa. Ku ishe, more e çmendur? Të kemi kërkuar kudo. U kthye, tha Arditi i vogël, me sytë të përlotur. I përqafova të dy dhe ua tregova gjithçka. Të dy u shokuan. Ardi i mori para për këtë. Pyeti Lona, me një neveri që se kisha parë kurrë në fytyrën e saj. Ai jo vetëm që nuk ishte viktim, i thash, por ka qenë pjesë e planit. Lona mi shtrëngoi duart. Atëherë do luftojmë për ty. Dhe me ty. Deri në fund. Nuk isha vetëm. Për herë të parë, kisha njerëz që nuk më shikonin si gruaja e dikujt, por si Elira. Përgatitja e dosjes. U kthyem te ish inspektori Mema. Ai kishte shikuar gjithçka në SEB dhe kishte përditësuar prova të tjera. Regjistrime audio të inspektorëve. Transaksione bankare. Dëshmi të punonjësve të vjetër të prindërve të Ardit. Një material skandaloz që se kisha parë. Ai më dha një dosje të trash. Kjo nuk është vetëm një çështje personale, tha ai seriozisht. Kjo është një aferë korrupsioni që implikon drejtori, inspektor, biznesmen, madje edhe njerëz të tjerë që nuk i kemi prekur ende. Dhe Ardi, pyeta, edhe ai, nëse kjo del në publik, ai do humbas gjithçka. Punën, reputacionin, lirin ndoshta, më therën fjalët e fundit. Sado që më kishte tradhtuar, ishte ende njeriu me të cilin kisha ndarë 3 vite. Por drejtësia nuk pyet për ndjenja. Zoti Mema, i thash, kjo luftë s'ka të bëj më me Ardin, ka të bëj me veten time. Le të fillojmë. Ai buzëqeshi lehtë. Kjo është fjalia që më duhej të dëgjoja. Përplasja publike. Me këshillën e Memës, vendosa që hapi i parë të ishte publik, dhe e bëra në mënyrën më të goditur. Një konferencë shtypi para restorantit tim të mbyllur. Gazetar, kalimtar, kureshtar, të gjithë mblodhen. Unë gjita mbi një podium të improvizuar dhe mora frymthell. Unë jam Elira Doda, thash. Nëna dhe vjehri im kanë paguar inspektor që të më mbyllnin restorantin. Jo për shkelje, por sepse nuk donin të arrija sukses pa kontrollin e tyre. Pati murmuritje. Gazetarët afruan mikrofonat. Kam prova, pagesa, regjistrime, dokumente, të gjitha. Korrupsioni që më shkatëroi mua, ka shkatëruar edhe të tjerë. Sot ju tregoj se kjo nuk është thjesht historia ime. Është historia e grave që shtypen, e bizneseve që mbyllen, e ëndrave që vriten sepse dikush nuk do t'i shohë të lulëzojnë. Dhe pastaj shtova goditjen finale. Edhe bashkëshorti im është i përfshirë. Gazetarët shpërthyen me pyetje. A keni prova? Do e padisni? A do divorcoheni? Unë ngrita dosjen. Këtu është gjithçka. Dhe nga sot, nis betejë ime juridike kundër korrupsionit. Ai moment ndryshoi gjithçka. Qyteti shpërtheu. Lajmi u përhap. Portale, televizione, gazeta, emri im u bë lajm kombëtar.
Njerëzit nisën të më shkruanin. Kam përjetuar të njëjtën gjë. Faleminderit që po lufton për ne. Mos u dorëzo. Ishte hera e parë që su ndjeva e vetme. 5. Reagimi i familjes së Ardit. Në mbrëmje, mora një mesazh nga Vjehri. Do ta paguash këtë. Nuk e iden se me kë po përballesh. Dhe një tjetër nga Vjehra. E ke bër turp familjen. Po të ishte djali i mburr, do të kish hedhur jashtë. Por ajo që nuk prisja ishte mesazhi i Ardit. A duhet të dilje publikisht? Po më shkatëron. Më erdhi për të qeshur me ironi. Ai më shkatëroi mua në heshtje. Unë po i tregoj botës të vërtetën. Nuk ju përgjigja. 6. Vjehri tenton të blej heshtjen time. Një ditë më pas, një makinë luksoze u ndal para hotelit. Nga ajo zbriti babai i Ardit. Hapi portën dhe u fut si pronar. Ulu, më tha. Nuk u ula. Ai vendosi një zarf në tavolinë. Këtu ke 120.000 euro. Mbylle gojen. Haroje këtë çështje. Largoju nga qyteti. Ne do të hapim një restorant tjetër në emrin tënd në Tiranë. Vetëm mjaft me këtë luftë. E pash me qetësi. Edhe pse jam e shkatëruar, as e varfër, as e dëshpëruar, as e vetme sa të blehem. Ai u nxe. Mos u bëj budallaqe, vajzë. Të kam ofruar një dalje të pastër. Ju nuk doni të më ndihmoni. Doni të blini heshtjen time. Ai briti. Oh. Dhe nuk e fshe, sepse nëse nuk hesht, do fundosësh djalin tim. U afrova drejt tij. Nuk e kam fundosur unë. Ai e ka bër vetë. Ashtu si që keni mësuar. Ai u ngrit me nerva dhe doli. Zarfi mbeti mbi tavolinë. E mora dhe ja hodha në kosh. 7. Prova më e rëndë. Disa ditë më pas, ndërsa Mema po shfaqte një tjetër pjesë të materialeve, më tregoi një video të fshehtë. Ishte një takim mes Ardit dhe inspektorit kryesor. Në video, Ardi i thot: vetëm bëjeni shpejt. Ajo është shumë kokfort. Nuk dëgjon më njeri. Unë se mbaj dot më. Mbyljani që t'i bini mend. Dora mu drodh. Frymarrja mu ndërpre. Lona mu afrua. Elira eja këtu. Por unë vetëm shihja videon në përsëritje. Burri që kisha dashur, kishte thënë: mbyljani restorantin që ta kuptoj. Pra nuk e kishim bërë vetëm për interesin e tyre. Edhe ai e kishte dashur mbylljen time. Ky ishte fundi. Nuk ishte më dhimbje. Ishte zhdukje emocionale. Dhe në atë zhdukje, u krijua një gjë tjetër. Forca. 8. Procesi gjyqësor. Gjykata ishte e mbushur plot. Media ishte jashtë. Qyteti priste. Unë hyra me kokën lartë, e veshur thjesht, por me dinjitet të hekurt. Pala kundërshtare ishte plot avokat, shtatësosh. Prindërit e Ardit ishin me kostume të shtrenjta. Ardi vet nuk më pa në sy. Procesi nisi. Mema paraqiti. Regjistrimet e pagesave. Dokumentet bankare. Mesazhet. Videot. Dëshmit e punonjësve. Fotografi takimesh të fshehta. Deklaratat e inspektorëve që kishin pranuar rishfetin. Dhe pastaj erdhi momenti i Ardit. Avokati i tij tha: Ardi nuk kishte dieni për qëllimet e vërteta. Ai mendonte se ishte një verifikim i nevojshëm. Ai është viktimë e një keqkuptimi. Mema u ngrit. Mirë, le të shohim videon. Dhe u shfaq videoja ku Ardi thoshte: mbyljani restorantin që ta kuptoj. Gjykata u mbush me zëra. Disa gazetar u ngritën. Disa të tjerë filmuan ekranin. Ardi uli kokën. Edhe prindërit e tij u ngrin. Ishte momenti kur u shembën. 9. Vendimi i gjykatës. Pas 3 javësh proces, erdhi dita e vendimit. Gjykatësi lexoi: inspektorët të dënuar. Drejtori i shkarkuar. Babai i Ardit, dënim për korrupsion aktiv. Nëna e Ardit, ndim në skemë. Ardi, humbje postit, gjob, ndjekje penale për bashkëpunim. Dhe pastaj tha: restoranti i Elirës, rikthimi menjëhershëm në funksion, dëmshpërblimi plot dhe rehabilitim publik. Ishte fitore, por jo gëzim. Ishte një qetësi e ftohtë. 10. Përballja e fundit me Ardin. U ndeshëm jashtë sallës. Ai më ndoqi deri te shkallët. Elira, të lutem, më dëgjo. U ktheva. Më mbylle restorantin, Ardi. Më mbylle ëndrrën. Më mbylle jetën. Për çfarë? Që të kuptoja. Ai nisi të qante.
Gabova, u shtyva nga ata, nga presioni, nga frika se mos të humbisja. Dhe më humbe. Përfundimisht, ai u ul në shkallë, tërësisht i thyer. A ka shpresë? As pak. E pash për herë të fundit. Për ty, jo. Për mua, po. Dhe ika. Pa u kthyer pas. 11. Rikthimi i restorantit. Pak ditë më pas, pash për herë të parë derën e restorantit tim hapur. Pa shirita, pa pranga administrative, pa frikë. Restoranti ishte plot. Njerëzit prisnin të futeshin. Lona çante nga gëzimi. Arditi i vogël më përqafoi. Shefe, u kthyem. Dhe në atë moment, më në fund, erdhi ajo që se kisha ndjer 3 muaj. Gëzim. Fitoria ime ishte kundër tyre. Ishte për veten time. 12. Mbyllja, por fillimi i ri. Dhe kështu mbyllet historia e një gruaje, që e rrëzuan, që e tradhtuan, që e shkatëruan, por që u ngrit më e fortë se kurrë. Restoranti u bë më i famshëm se më parë. Historia ime bëri jehon. Unë u ftova në TV, në panele, në trajnime për gratë. U bëra zë për ata që s'kishin zë. Ardi u largua në Gjermani. Familja e tij u shpërb. Jo prej meje, por prej të vërtetave të tyre. Sa për mua, në një mbrëmje pranvere, mbylla restorantin, ndeza dritat dhe thash me vete: Elira, ti ja dole. Dhe ishte hera e parë që e besoja plotësisht.